Gjykata e posaçme ka vlerësuar se zëvendës kryeministre Belinda Balluku dhe dy varësit e saj të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera paraqisin rrezik real për pengimin e hetimeve dhe për kryerjen e përsëritur të veprës penale. Në arsyetimin e gjyqtarit Erion Çela thuhet se pozicionet e tyre të larta të lidhura ngushtë me administratën e fondeve të mëdha publike rrisin mundësinë e ndërhyrjes në procesin hetimor. Për këtë arsye, gjykata vendosi pezullimin nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë vendit për Belinda Ballukun, ndërsa për të dy drejtorët në varësi të saj, Gentian Gjyli, drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Eral Delezi, drejtori i Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, u urdhërua masa e arrestit në shtëpi. Sipas vendimit, rreziku i përsëritjes së veprës lidhet drejt për drejt me funksionet e tyre, pasi ata menaxhojnë fonde publike dhe investime të rëndësishme, për cilat hetimi pretendon se janë kryer shkelje. Gjykata theksoi gjithashtu se ekziston rreziku i arratisjes duke u bazuar në marzhin e dënimeve të parashikuara për akuzat e ngritura të kryera në bashkëpunim dhe në më shumë se një rast. Për shkak të detyrës që ushtron e pandehura Belinda Balluku, aktualisht me funksionet e larta shtetërore, zëvendës kryeministre e Republikës së Shqipërisë dhe Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, por edhe të pandehur të tjerë, Gentian Gjyli aktualisht me detyrë drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Eral Delezi me detyrë administratori i Korporatës Energjitike Shqiptare SHA, ekziston mundësia që ata mund të ndërhyjnë dhe të ndikojnë në prishjen ose asgjësimin e provave, në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave. Kjo nisur nga fakti që organi i procedurës po verifikon çdo dokumentacion të administruar nga institucionet, citohet në vendimin e GKK-s. Një tjetër element i rëndësishëm në arsyetimin e gjykatës është rreziku i prishjes së provave, të cilat sipas saj ndodhen kryesisht në dokumentacionet zyrtare të institucioneve që të dyshuarit drejtojnë ose kanë drejtuar. Balluku dhe varësit e saj akuzohen për shkelje të barazisë në tendera në dy procedura të mëdha, tenderin për tunelin e Llogaras në vlerë 180 milionë euro dhe atë të lotit 4 të Unazës së Madhe me vlerë 20 milionë euro. Hetimet mbi këto çështje vijojnë në gjykatën e posaçme.